Kryedemokrati Sali Berisha ka komentuar emërimin e Dashnor Sulës në postin e kryeinspektorit të përgjithshëm. Në një lidhje live në rrjetet sociale, Berisha cilësoi Sulën si tradhtar pasi mori postin e propozuar nga qeveria. Sipas Berishës, Sula kapi flamurin e Zi të Ramës, duke tradhtuar sipas tij qytetarët që për 12 vjet e kanë mbështetur me gjithë gabimet që mund të ketë bërë. Në qoftë se tradhtia ndaj dheut quhet tradhti e lartë, edhe tradhtia ndaj idealeve më të shenjta të demokracisë nuk kapset mos quhet tradhti e lartë. Është absolutisht e njëjta gjë në doktrinë. Të tradhtosh ti ata të cilët burra dhe gra fisnik kanë 12 vjet që së të kthejnë shpinën, por të mbështesin me gjithë gabimet që mund të kesh bërë, me gjitha tjerat, por të mbështesin si dritë, si shpresë për ta. Dhe të dalish në kohën më të zezë të Edi Ramës, e të kapish flamurin e Edi Ramës, ke krye aktin më të lartë të tradhtisë. Po ashtu Berisha i pyetur nga qytetarët në lidhje me mundësinë e një reagimi që çon në mbylljen e akseve kombëtare rrugore, ai tha: Të falenderoj shumë për sugjerimin, të garantoj që edhe ajo është një nga format e kryengritjes paqësore.